Hey, mirëmëngjes! Mirë se keni erdhur në një tjetër vlog këtu në kanalin tim. Për të gjithë ju që nuk e dini se kush jam, unë jam Bona dhe ky është kanali im i YouTube-it. Sot koha është pak e vrenjtur edhe se na ndërpreu Aleksi. Unë ngrita bëra këtë rutinën time të mëngjesit, siç edhe e pat. Jo, vesha i rregullova pak flokët, dje në fakt i lava flokët, se i kisha të shtrira dhe pastaj fita me flokë të lagura. Edhe kur ngrita në mëngjes, oh my god, nuk e keni ide se si i kisha, më ishte bërë koka kështu si ka çube, thoshte mami tim. Edhe i kapa kështu sepse nuk i lija dot lëshuar, plus që herën e fundit mbani mend që ju thash që mi previ Aleksi, por mi previ përsëri më vonë, sepse më thoshte që ca i ketë gjata, ca i ketë shkurtra, gjithsesi i rregullovi, edhe jam bërë goxha të shkurtra tani. Kështu që prandaj i kapa. Edhe rregullova pak krevatin e dhomës tonë këtu. Tani do mundohem që të rregulloj ca ato bijuterit, sepse dua që ta bëj sa më estetike këtu tek dhoma ime. Edhe mos i vini re ato lule që janë aty mbrapa, sepse janë peekaboo Angela. Ato lulet që janë aty tek komodina time, sepse siç duket tulipanët duan çfarë po bën? Dam këtë bukure. Tulipanët siç duket duan dritë edhe aty i bie shumë hija. Andela. Apo tani. Hajde këtu. Edhe tulipanët siç e shikoni mbase nuk e di, më thoni ju sepse unë nuk e dija, por me sa duket duan dritë edhe aty i bie goxha hije, kështu që u thanë. Mommy, I have coffee. Kafe, mama. Is that yours? Shko si e bërë këtë me patatina. Të lash doçkat. This cat? Okay, so mama, let's go. Can you do this? Ой, Вотька, мы. Daddy, Mommy, your eye is not even blood. See? It's not even blood. Ej, Maria. Hajde këtë tani se po nxjerr fytyrën atë. Kështu po flisja për tulipanën, nëse ju keni ndonjë informacion që është i vlefshëm, sepse siç e keni parë unë blej çdo javë lule, sepse lulet më japin shumë lumturi, edhe më thoni nëse keni informacion, më shkruani tek tek komentet nëse tulipanët duan There's my eye. And Mama, there's my eye. Me shpirt. Edhe siç e thash, bëra edhe kafen time me këtë filxhanin super cute. Mora një coconut creamer te Trader Joe's sepse doja që të bëja atë pink drink vet. Por nuk gjeta pijen tjetër që ti bëja mix të dyja. Kështu që e përdora këtë coconut cream se kam një javë që e kam bler për tek kafja time, por nuk është se kam ndonjë ndryshim, domethënë nga ai krimi i zakonshëm që u ble në Trader Joe's që është kështu half and half. Domethënë gjysmë qumër, gjysmë krim. Edhe përdora atë doli goxha e mirë. Megjithëse ka pak atë shijen e kokonatit në fakt. Gjithsesi, nuk e di çfarë keni bërë ju, si po ju kalon fundjava, sepse neve unë dje ndonjëta në shtëpi, në fakt nuk është se bëm ndonjë gjë kush e di, thjesht u mora shumë me punë shtëpie, kisha gjithë ato rroba për të larë, sepse dini ju që gjatë gjithë javës jam në punë dhe nuk kam mundësi që t'i laj ashtu siç dua. Laj dot ashtu siç dua, por që i lava dje, lava çimentot, por që nuk bëra në një video sepse nuk e di, këto ditë nuk kam qenë fare e frymëzuar. Plus që dini që dua që do kushtoj sa më shumë kohë fëmijëve. Edhe tani që po bëj video është Aleksi kështu rreth rrotull në shtëpi, edhe prandaj edhe fëmijët janë këtu. Por edhe si thash nuk kam qenë goxha, nuk kam qenë e frymëzuar. Tani Aleksi sapo ngri, do bëj një dush edhe pastaj do dalim jashtë, nuk e di, do shkojmë në Walmart sepse Aleksi ka një field trip të martë.
Edhe do marrim ca snacks, ca gjëra kështu të vogla, po nuk do marrim lodra Alesja. Okay? And you know that already. Edhe pastaj nuk e di, duhet të shkojmë në Trader Joe's që të marrim ca ushqime për javën. Dhe ja, kështu të kaloj ditën. Mommy knows how to snap. The donut. Se? Që do? Nuk. It's frosting. So good. Angela, po ta ndje? Po të shkoj mama? Yeah, no, it has nothing inside. Ja ku jemi duke ikur për në Trader Joe's tani, edhe i lash fëmijët dhe Aleksin në shtëpi edhe po ikim që të marrim ushqimet e javës. Po nuk e di, u frymëzova kështu duke folur për fëmijët e mi sepse ishim në Takidone përpara se të shkonim në Walmart, edhe aty nuk ju mora me vete. Por që ishim në Takidone edhe po shikoja fëmijët e mi që po përqafonin njëri tjetrin, ishin shumë të lumtur, edhe më erdhi nga kjo frymëzimi, domethënë që ka ditë kur neve nënat mendojmë që i japim mendime vetes, domethënë dhe themi apo bëj një punë të mirë, a jam nënë e mirë, a jam fëmijët e mi të lumtur, apo bëj mjaftueshëm, e shumë gjëra të tjera, shumë mendime të tilla që na vinë në kokën tonë ditë për ditë, edhe kur nuk kemi ato momentet tona më të mira në jetën tonë. Ka momente pastaj që jemi në gjendje të mirë emocionale dhe themi që po, fëmijët e mi janë të lumtur, unë po bëj të pamundurën, jam një nënë e mirë, fëmijët e mi do të kenë një familje të lumtur ashtu siç e kam pasur unë. Shumë gjëra domethënë që neve nënave na vinë në kokën tonë gjatë gjithë kohës. Jo se baballarëve më pak, po që ne jemi ato që mendojmë më shumë për këto gjëra. Është ajo që i thon mom guilt. Edhe kjo është shumë e vërtet, por e gjithë kjo domethënë të menduar nëse ti po bën një punë të mirë apo nuk po bën një punë të mirë me fëmijët e tu, varet edhe nga gjendja jonë emocionale, sepse nëse ne jemi në një gjendje të mirë emocionale, mendojmë gjëra pozitive, nëse nuk ndihemi dhe aq mirë nga gjendja emocionale dhe ndihemi të vetmuar, edhe ka ditë që janë shumë të vështira dhe ti duket sikur nuk doja dalësh dot sepse ka ditë që janë më të vështira se sa ditët e tjera, edhe mendon që nuk doja dalësh dot. Dhe në ato momente gjithashtu mendon që ti nuk po bën një punë të mirë me fëmijët e tu, por e gjithë kjo thash varet nga gjendja jonë emocionale. Varet nga nëse ne jemi pozitiv apo jemi negativ në një ditë të caktuara. Edhe është një shprehje që thotë një nënë e lumtur rrit fëmijë të lumtur, edhe unë absolutisht e besoj këtë shprehje. Është shumë e vërtetë sepse e shikoj edhe me veten time. Nëse unë marr pak kohë për veten time, qoftë edhe një orë, një shëtitje në natyrë, ose le të themi edhe tani që po shkoj në supermarket për shembull, edhe kam pak, nuk është se po bëj ndonjë gjë për veten time, po thjesht kam atë hapësirën që më duhet për të qetësuar mendërisht, për të qetësuar emocionalisht, edhe kjo ndikon shumë tek mënyra se si ne sillemi me fëmijët tanë, tek mënyra se si ne sillemi me të gjithë njerëzit që na rrethojnë, me bashkëshortin, me të gjithë njerëzit që na rrethojnë, me të gjithë njerëzit që janë rreth rrotull nesh. Kështu që vajza, nëna të reja, por edhe të vjetra, edhe me eksperiencë, jo të vjetra, se u shpera gabim, por nëna që jeni me eksperiencë, merrni kohën që të kujdeseni për veten tuaj. I thash, jo të gjitha e kemi mundësinë, sepse unë jam një nga ato vajza që nuk kam ndihmën e dur, domethënë në lidhje me fëmijët. Sado që unë dhe Aleksi e ndihmojmë njëri tjetrin, por jeta këtu është shumë e shpejtë, edhe unë kur isha në Shqipëri dhe kishim, se po kaloj nga një tjetër në tjetër, po ishte një familje shqiptare që nga Korça që ikën në Amerikë para shumë vitesh,
Dhe kur vinin në Shqipëri na thoshin neve që ore ne nuk kemi kohë fare as për veten tonë as për fëmijët. Ikën njëri vend tjetri, fëmijët i shkëmbejmë në rrugë. Ne që sigurisht jetonim në Shqipëri dhe që nuk e kishim atë, nuk e kuptonim dot këtë që nuk e konceptonim dot. Çfarë seriozisht e kanë si mundesh që ti shkëmbesh fëmijët rrugës edhe të mos takosh dot njëri tjetrin. Por që ja, tani po e përjetoj vetë, është shumë e vërtet. Unë me Aleksin takohemi vetëm një herë në javë, një të diele dhe prandaj mundohemi që të kalojmë sa më shumë kohë me njëri tjetrin edhe të dielave dhe të bëjmë gjërat që duhet. Edhe të kalojmë sa më shumë kohë edhe me fëmijët tanë. Kështu që nëna të reja, nëna me eksperiencë, mundohuni që të krijoni sa më shumë kohë për veten tuaj. Nuk po them të kaloni me orë të tëra vetë, ose thjesht krijoni pak kohë për veten tuaj. Siç e thash, unë nuk jam në një ndër ato vajza që e kam atë, le të themi, atë luksin, atë mundësinë që t'i le fëmijët edhe të shkoj për një darkë me Aleksin, ose thjesht të shkojnë, ku ta di unë, të shkojnë një të shtunë ose një të diel për kafe. Nuk e kemi këtë mundësi sepse jemi shumë larg njerëzve tanë, nuk kemi njerëz të afërt këtu. Kështu që është e vështirë që të krijosh pak kohë për veten tënde. Por gjitha kjo është stres, sepse ti nuk ke mundësi që kujdesesh për veten, edhe pastaj ndodhen edhe gjëra të tjera. Kështu që kujdesoni sa më shumë për veten tuaj. Sikur edhe një orë në javë t'ja mundsoni vetes tuaj këtë gjë, është gjëja më e mirë që mund të bëni, sepse thash, një nënë e lumtur rrit fëmijë të lumtur. Kështu vajza. Tani sa po erdha këtu tek Trader Joe të marrim ushqimet edhe pastaj të nisemi për në shtëpi. Sa po mbaruam punë te Trader Joe dhe tani po ikim në shtëpi, po doja të tregoja pak këtë pijen që e kam parë gjithandej në fakt edhe pash aty në Walmart, thash hajde ta provoj një herë. Mirë po, nuk e di, ka shije të mirë, po shikoni, kaq e vogël sa është edhe ka 3 gram sheqer. Edhe nuk është se ka ndonjë shije kush e di domethënë. Nuk është e keqe, po nuk është as e mirë që të thuash. Unë gjithsesi po e pi, se kështu na ikën rruga, domethënë duke pirë diçka, duke dëgjuar pak muzikë, edhe është terapi me vete. Nuk e di për juve, po për mua ngarja e makinës është terapi me vete. Kështu gëzuar. Ase rroba të tregoj edhe thonjt, edhe këtu e morën në Walmart. Janë në këtë ngjyrën kështu si silver. Edhe shumë e lezetshme. Shikoni sa bukur që kanë dalë. Sa po nisi dhe shiu dhe kur nis shi bëhem melankolike edhe kam mendime kështu filozofike. Gjithmonë më thoshte më të ime, sa filozofike që je. Për sigurisht që po ta shikoj këtë video do qesh më të madhe. Gjithsesi, le të themi aty ku isha duke folur përpara se të shkoja në Trader Joe, sepse pas kam që nga shumë e frymëzuar sot. Edhe po thoja që të merrni kohë që të kujdeseni për veten tuaj, por që me të vërtetë jeta këtu është shumë e shpejt. Edhe fëmijët e shkret janë kaq të hip një stres domethënë që në fëmijërinë e tyre, sepse mami dhe babi duhet ikin në punë që të përballojnë jetesën e tyre dhe fëmijët duhet të shpihen në çerte që 3 muajsh, edhe duhet të ngrihen që në orën 6 të mëngjesit që të bësh gati, edhe gjatë gjithë kohës je në nxitim, thua, "Oh, nuk kam kohë për këtë, nuk kam kohë për atë." Ikën në punë, vjen nga puna, duhet të shpihesh fëmijët në për sporte, në not, në basketbol, baseball apo këtë di unë çdo lloj sporti tjetër në mënyrë që ti mbash të zënë, edhe se të gjithë fëmijët këtu të bëjnë, nuk kështu është jeta, nuk di si ta them domethënë. Më duket se nuk e di tani në Shqipëri mbase unë nga që nuk isha prind akoma, edhe po mendoj që jetesa aty është pak më e marrin njerëzit si të thuash më me qetësi, më me avash, nuk është kaq e shpejt sa që është jetesa këtu. Edhe çdo gjë është domethënë vrap, sepse
nuk e di, domethënë është ja dhe ambulanca. Je gjatë gjithë kohës, domethënë duke menduar, duke punuar edhe Çfarë po na gatuan sot? Mish me ushqar. Gatuan mërçi. Yerda. What's a little bit? Alicia, you good? Kam shefun, s'kam vllav. Mom, where did my necklace go? Përshëndetje nga një tjetër ditë. E hapa këtë vlogun sot kështu kot pa lidhje në fakt, sepse nuk isha një ndërmend që të xhiroja gjatë gjithë kësaj jave, se nuk e di, thjesht nuk jam ndier e frymëzuar edhe e kam lënë shumë pas dore. Kam xhiruar vetëm një ditë të shtunë ose të diel më duket. Edhe pasaj thash, nuk e di, mbase këtë javë nuk postova vlog, sot është dita e mërkurë dhe zakonisht ju e dini që unë të mërkurave postoj. Por që nuk postova këtë javë edhe kështu, tani duke qenë se fëmijët ikën tek kunata të luanin me kushurinë e tyre, isha duke pastruar shtëpinë rreth rrotull këtu edhe thash, hajde ta hapim vlogun edhe për ditën e sotme. Duke qenë se ndihemi edhe mirë kështu nga gjendja emocionale, nga pamja e jashtme, edhe thash hajt më. Duke qenë se isha duke bërë këto punë të shtëpisë, sot ka qenë një kohë super e bukur, ka qenë goxha ftohtë, nuk e di se nga po vjen kjo e ftohta, se ne duam që të ngrohemi edhe të kemi diell, se tani jemi dhe në periudhën e pranverës. Por që e ngrota nuk po vjen fare, thjesht është shumë ftohtë, ka po të paktën ka diell, sot kishte diell edhe kur je kështu brenda ose në makinë thua ti wow, sa bukur, sa kohë e bukur që është sot. Por që sa del për jashtë kështu, pastaj është pleviti, nuk e di. Gjithsesi, thash duke qenë se isha duke bërë punë të shtëpisë tani, sa pa erdhur fëmijët, se pastaj e di që po të vinë ata, duan të luajnë, duan të hanë, duan të bëjnë gjëra domethënë gjatë gjithë kohës, edhe nuk mundim që të bëj dot asgjë. Kështu që po, le të nisim me këto punë të shtëpisë, t'ju marr dhe juve me vete, edhe unë të frymëzoj më shumë për të bërë sa më shumë punë, edhe juve të frymëzojeni bashkë me mua. Kështu që jeni. Isha duke pastruar këtu, shikoni se si kam bërë tavolinën fëmijët e mi, por gjithsesi nuk doja të flisja për mujin, por doja të flisja për këtë lojën. E mora aty te shkolla, edhe janë këto si punë kartash, janë plastike, edhe i fut këtu brenda. Pastaj vendos këtë. Edhe kjo i nxjerr kartat këtu të verdhat, edhe pastaj ka dhe këto si punë kartonash që janë të lidhura me figurat, edhe ai që match më shumë figura këtu fiton. Po që është një lojë shumë interesante, edhe fëmijët i mbajti goxha të zënë për një orë e gjysmë, domethënë. Kështu që nëse dëshironi që në fundjava ose ose edhe kur vim pas shkollës, domethënë nëse dëshironi që t'i mbani sa më të zënë fëmijët tuaj në mënyrë që edhe të mos zihen edhe të mos bëjnë shumë muj rreth rrotull shtëpisë, këtë mund ta gjeni në Amazon. Edhe nuk e di, e kishte blerë një nga ato kolegët e timia të punës, por nuk e mbaj mend se sa e kishte marrë, po s'besoj që do jetë shumë e shtrenjtë. Por që mua më pëlqen edhe doja u ble fëmijëve në fakt. Është një lojë shumë interesante edhe shumë engaging. So, po.
Hey, përshëndetje nga një tjetër ditë. Sot është ditë e shtunë, jemi pushim në shtëpi, Aleksis apo iku në punë, edhe gjeni çfarë. Jemi pothuajse në mes të prillit dhe sot ka rënë një borë jashtë që nuk e keni idenë. I'm sick of it. Gjithsesi, tani, kur bëra një ask në Instagram, një nga vajzat më kishte kërkuar që të tregoja make-upet që unë përdor. Edhe kështu thash që ta përfshija në këtë pjesë të vlogut, edhe juve të shikoni se çfarë produktesh janë më të mira ose ato që më pëlqejnë mua dhe që do t'i ribleja sërish, edhe çfarë nuk do të ribleja. Por që unë nuk është se përdor shumë make-up, ja sot siç më shikoni nuk kam bërë fare make-up, sepse mendohem që të shtunave t'i jap sa më shumë kohë fytyrës time, se gjatë javës sigurisht që përdor make-up, se iki dhe në punë. Edhe kështu, le të fillojmë edhe t'ju tregoj disa nga produktet e mia të preferuara që unë përdor për fytyrën time. Një, është ky primeri këtu nga Elf, që unë e dashuroj. Kam gati 5 vite që po e përdor edhe nuk e kam ndruar asnjëherë, sepse përveç se i jep lëkurës shkëlqim, i jep edhe e ndiem fytyrën që është shumë e lëmuar, shumë e butë, edhe është super i mirë. Do e riblija për të 100 herë, nuk e di domethënë, është super fantastik. Pra ky është primeri që unë përdor. Për sa i përket pudrës, përdor këtë që është nga Milani, edhe kjo është concealer plus foundation, domethënë është 2 në 1. Edhe kjo është shumë e mirë. Në fakt, unë dua që gjatë periudhës të verës të përdor diçka që t'i japi shkëlqim fytyrës, se kjo jo se nuk i jep shkëlqim, por nuk është tamam ashtu siç e dua unë. Është e mirë, por nuk është ashtu siç e dua unë. Qofse do më pyesni që a do e riblija sërish, po do e riblija, sepse kam gati një vit që e përdor të njëjtën pudër edhe më pëlqen. Por thash, gjatë periudhës pranverë dua që të përdor diçka që t'i japi lëkurës shkëlqim. Edhe është një lloj pudre, është pak e shtrenjtë, është gati diku tek $40, por e përdor një aty te puna edhe më pëlqen shumë. Ajo më duket se quhet Ilia. Nuk jam e sigurt që do ta kontrolloj në Google edhe do ja shkruaj emrin këtu poshtë. Por që është njëra aty te puna që e përdor atë, edhe e shikoj që fytyra e saj është me shkëlqim, edhe është, nuk e di, më pëlqen, po mendoj që kur të mbaroj me këtë, të blej atë dhe ta provoj një herë se si është. Po që tani jam duke përdorur këtë nga Milani. Për sa i përket vetullave, përdor edhe kjo është nga firma e Milanit. Është një si punë pudre që vjen në formë kremi, në ngjyrë kafe, edhe kjo vjen bashkë me këtë furçën e vogël, që mund ta përdorësh për vetullat, sepse nuk e di nëse ja kam thënë, por unë vetullën e kam pasur shumë të bukur të gjatë, i kam gjerë mami domethënë, por në momentin që e kam hequr, nuk ajo zonja që mi hoqi nuk i dha të njëjtën formë të dyjave, edhe kështu që detyrova, mua më shqetësonte shumë kjo pjesë, edhe u detyrova që i bëra microblading. Edhe ka bën gati 4 vite që e kam bërë, tani më duhet ta ribëj sepse sigurisht duhet ta mbash, por që më pëlqen edhe kështu siç është. Thjesht vendos këtë kremin këtu, edhe përdor këtë kremin bashkë me këtë furçën e vogël dhe e bën super. Sa i përket kjo është për vetullat, është nga kjo firma Wet n Wild. Këtë e kam marrë në Big Y, e mora një herë përpara disa vitesh edhe me të vërtetë më pëlqeu shumë sepse nuk është edhe shumë e fortë që të thuash, thjesht i mban vetullat të fiksuara për gjatë gjithë ditës. Unë thjesht i bëj në mëngjes me këtë edhe është super e mirë. Ja, se si duket. Pudrës përdor këtë nga Fit Me. Unë nuk është se e përdor shumë, mund ta përdor në raste të ralla, domethënë, por që kjo është e mirë. Për eyeshadow përdor këtë lloj palete që është nga Ellen Tracy, edhe janë të gjitha ngjyrat që më përshtaten mua, edhe janë këto ngjyrat neutrale që unë i kam shumë qejf edhe i përdor, nuk është se i përdor ditë për ditë, sepse në make-upin tim të përditshëm thjesht vendos pak primer, pudër, atë kremin pudër, kremin e vetullave, gelin, pak lip gloss edhe rimelin. Po që ja, kjo është edhe më pëlqen.
Të concealerit edhe kjo është nga Milani dhe këtë unë nuk është se e përdor shumë që të thuash, sepse me thënë të drejtën nuk mendoj se kam shumë nevojë që ta vendos në make-upin tim të përditshëm, kështu që e përdor vetëm në raste shumë të ralla kur bëj ndonjë make-up të rënd për shembull. Ja është kjo këtu. Këtë kremin e Niveas, si ja kanë treguar më përpara, në momentin që unë nuk dua për shembull, është një ditë që unë thjesht ja si dita e sotme që nuk dua të vendos make-up dhe thjesht deri në mëngjes laj fytyrën me sapun, përdor këtë kremin, edhe ato gelin e vetullave, pak lip gloss edhe kaq, thjesht shkoj me këtë, domethënë, që e mban fytyrën të hidratuar për gjatë gjithë ditës. Rimeli më është mbaruar, nuk e kam këtu, kështu që por nuk është se kisha në një firmë që më pëlqente shumë, domethënë. Edhe me thënë të vërtetën, unë nuk është se kam një firmë të preferuar të rimelave, sepse nuk e di, ose unë thjesht i kam qerpikët shumë të shkurtër edhe nuk është se si ta thuash e bën atë diferencën kur unë vendos rimelin, kështu që nuk është se kam një firmë të preferuar, edhe po që nuk e kam tani. Edhe nuk do mundem do që t'ja u tregoj. Përsa i përket produkteve që unë përdor për të hequr make-upin, është kjo nga Garnier, edhe këtë kam shumë vite që e përdor edhe nuk e ndroj asnjëherë sepse është me të vërtetë shumë e mirë edhe bën punë perfekte. Hequr për të larë fytyrën, domethënë pasi përdor atë ujin mishellar, përdor këtë këtu. Kam pas përdor edhe atë nga Neutrogena dhe ajo ishte shumë e mirë, por kjo është thot Deep Cleaning Facial Wash edhe është nga kjo firma Up and Up. Ja ku është këtu. Është shumë e mirë, më pëlqen. Edhe kam, nuk e di sa kam që kam filluar, ja mund ta shikoni edhe këtu, domethënë nuk është se është përdorur shumë. Kështu që nuk kam shumë që e kam bler, mund të kem 2 muaj, po që më pëlqen edhe do e riplija sërish. Doja të tregoja edhe këtë, kjo nuk është se është make-up, por thjesht doja të tregoja sepse është shumë e mirë. Është kjo antidjerse nga Degree, është edhe për roba të zeza dhe të bardha, siç mund ta shikoni këtu, edhe është perfekte. Nuk e di, unë kam përdorur shumë lloj antidjersash, por me këtë kam gjetur rehat. Është një nga më të mirat, sepse mban për rreth 72 orë edhe është super e mirë. Do e riblija sërish edhe. Edhe pak a shumë këto janë produktet e make-upit që unë përdor. Le të vazhdojmë me ditën tonë sot. Nuk është se do bëj ndonjë gjë kush e di, se jashtë është edhe shumë ftohtë, po mendoja që të shkoja në supermarket që të merrja ushqimet e javës, por nuk e di. Sikur nuk më bëhet që të dal sot se me këtë kohë kështu, po të ishte ngrohtë, po do dilja me shumë qejf. Por bor jashtë ftohtë, thjesht nuk më bëhet që të dal, po do të shikojmë domethënë. Mbaruam punë edhe këtu në Trader Joe's. Si ka mundësi që të bëj kaq shumë ftohtë në prill, në mes të prillit. Nuk e di, o zoti i madh. Gjithsesi, mbaruam punë me ushqime, tani do ikej në shtëpi sepse kalojmë fëmijët me kunatën. Edhe mbasi do i bëj një supermarket haul të shkurtër, nuk mora shumë gjëra, kushton diku tek $170, gjithsesi, pavarësisht se nuk mora shumë. Po që çfarë do bëjmë tani, kështu është jeta këtu. Kjo është shtuna që unë nuk duaj që të kaloj. Ja, të pak të një këtu në grocery store. Gjithsesi, ikem edhe le ta kalojmë ditën bashkë. Ja ku erdha edhe nga supermarketi dhe tani do ju bëj një supermarket haul me gjitha gjërat që mora. Kjo është çanta e parë. Mora këto crackers që janë për fëmijët, për snacks, e marr zakonisht për Alesion për në shkollë. Edhe janë versioni më i mirë, domethënë se i atyre të tjerave cheeset që mund gjesh në Walmart ose në çdo lloj dyqani tjetër, sepse janë organike edhe shumë herë më të shëndetshme. Mora këto chocolate chip granola bars, kastraveca, vez, banane, rota, moll, këto pita bread që më gjithmonë, makarona nga këto pull, cheese, mora nga këto bërullat e vogla, shkoni sa të vogla që janë. Këto ja Palesios për në shkollë, e bëj me cream cheese, ose me peanut butter dhe me flak, ose i bëj dhe në mëngjes për vete me gjallë dhe mjallë.
nga këto koset e vogla për fëmijët. Hummus, string cheese. Mora edhe nga ky djati feta, një lëng portokalli, nga këto salcishet për mëngjes, këto sallamrat kështu që janë të thata dhe janë shumë të mirë. Mora këtë bukën, që të bëjmë njëherë një sandwich. Këto seaweeds, mund t'i përdorësh për të kur bën oriz, për shembull me salmon ose mund ta përziesh edhe me kastraveca, me avokado edhe bëhet tamam si sushi, janë shumë të mira. Parat e kungullit që janë të pjekura edhe të bëra me krip. Ullin, që kur I kam gjetur këto nuk ju ndaj më, janë kaq të mira, po kaq të mira, nuk e keni iden. Këto ishin gjërat që mora, tani do I fut në përvende edhe nuk e di, kur organizoj dhe hap videon kështu bashkë me ju, është shumë më e thjeshtë që edhe unë t'i organizoj, sepse motivohem më shumë. Kurse kur e bëj vetë pa hapur video, jo se nuk do t'i bëj, po që është më mirë kështu. Kështu që vendosim të bëjmë bashkë. Prova punë edhe me ushqimet, edhe I organizova, I vura në përvende, e di edhe që juve I keni shumë qef këto gjëra, domethënë kur organizojmë edhe bëjmë gjëra kështu, edhe pse është jo e lodhshme, por pak e bezdisshme, mund të them unë, që në momentin që ti je duke pastruar të presësh atë butonin e kamerës edhe ta vesh telefonin në pozicione të ndryshme, është, nuk e di, është pak e bezdisshme, domethënë, por gjithsesi e di që ju e keni qef edhe unë e bëj me qef. Erdha këtu sepse duaj që të ndaj me juve një çka shumë të bukur. Jo të ndaj, akoma jo, sepse nuk është momenti, por që thjesht doja të thuaj që kohët e fundit kam marrë një lajm shumë të bukur, një lajm që më ka bërë shumë të lumtur, jashtëzakonisht, edhe është si një ndër e bërë realitet për mua. Thash tani nuk është momenti që të ndaj akoma me ju, sepse duaj që të konkretizohen, si të thuar, gjërat më mirë, edhe pastaj do e ndaj edhe me juve sigurisht, por që dua që të më shkruani në komente dhe të më thoni se çfarë mendoni se është. Gjithsesi, thjesht do të thoj që jam shumë e lumtur. Kaq. Dhe gjithashtu kam bërë një bashkëpunim të dytë, një bashkëpunim me një kompani londineze për bijuteri. Në fakt, ky bashkëpunimi është për Instagram, nuk është për YouTube, por unë kam qejf që të ndaj edhe me juve dhe të shikoni këtë bashkëpunimin e dytë. Kështu që le t'i shikojmë. Është nga kjo kompania, Glammy Official, e kanë qendrën e tyre në Londër, por kanë kompaninë e tyre edhe këtu në Amerikë edhe në Kinë. Dhe në momentin që më kontaktuan, unë isha tepër e lumtur, por e vetmja gjë që nuk më pëlqeu është se më kërkuan që të paguaja për dërgesën. Më thanë që do të jetë vetëm për herën e parë, edhe më vonë pastaj kur hapin koleksionet e reja dhe këto unë do të marr bizhu falas, domethënë pa pagesë dërgimi, nuk e di se sa e vërtet do të jetë, por që këto janë bijuteri që mund t'i veshësh kur landuart, mund t'i veshësh kur bën dush, mund t'i veshësh edhe në plazh, domethënë janë të lara në flori ose në argjend, varet domethënë se çfarë zgjedhësh që të marrësh, edhe janë megjithatë janë shumë të bukura. Tani nuk e di se sa e vërtet është kjo që domethënë mund t'i veshësh edhe në plazh, edhe kur lahesh, edhe mund t'i përdorësh gjithmonë domethënë. Këtë thjesht do ta tregoj koha, po që kështu si bizhu janë shumë të bukura. Edhe me thënë të vërtetën ishin goxha të shtrenjta. Unë mora këtë varsen që është në ngjyrë floriri, edhe është me këto perlat, kështu është super e lezetshme. Dhe ja, siç mund ta shikoni, mund ta vesh gjatë ditëve të verës në plazh ose nuk e di,
Ja ta provoj një herë se si ri. Tash me këtë varsen që kam vendosur unë këtu poshtë nuk shkon, po që mund ta lesh kaq të shkurtër, mund ta lesh edhe pak më të gjatë po që është goxha e lezetshme. Edhe ja se si duket. Kjo është varsi që zgjodha, gjithashtu kam zgjedhur edhe një palë vëthka që këto janë shumë në modë tani. Ja ku janë edhe këto. Që po bëj? Ja se si duken. Janë të bukura, por një gjë që nuk, jo se s'më pëlqen, por do doja që kjo ngjyra e floririt ishte më hapur. Edhe aty tek website-i i tyre i tregonte atë ngjyrën e bukur të floririt, e keni parasysh domethënë si puna e kësaj varses që kam unë këtu. Kjo është flori, po që gjithsesi aty i tregonte ndryshe, kurse këtu vjen kjo ngjyra kështu si në portokalli, si e verdhë, si në portokalli, nuk di se si ta quaj domethënë, po që gjithsesi janë falas mo. Këto ishin diku tek $40. Varsja kushtonte 35 më duket. Edhe gjëja e fundit që mora pastaj që zgjodha është edhe një bryzylyk që është këtu. Ka këtë detajn me këto gurat e vogla, edhe unë në fakt isha fiksuar me një bryzylyk të tillë, kam një si ky, por është në ngjyrë argjendi, ai është nga Michael Kors, edhe doja shumë që të merrja një nga ata bryzylykët e Cartierit. Por këtu në Amerikë ata kushtojnë me mijëra dollar, kështu që gjithsesi, po flasim për ato origjinalët, jo për sepse mund të gjesh edhe kështu, domethënë në Flori, po që nuk është firma e Cartierit. Gjithsesi, mora këtë këtu, është shumë i lezetshëm. Edhe ky ishte diku tek $40, $45, diçka e tillë, se nuk i mbaj mend çmimet tani. Po që kam bërë edhe një reels në Instagram me të gjitha këto bizhuterit. Ju ftoj që të shkoni të më ndiqni edhe aty, sepse aty bëj reel shumë të bukur edhe foto. Do ja lë diku këtu adresën e Instagramit, edhe po, këto ishin edhe bashkëpunimi që kam bërë. Thash, është për një Instagram, nuk është për këtu në YouTube, kështu që nuk është se tani hajta heqëm këtë. Si do ta heq? Okej, hoqa. Ky bryzylyku hapet këtu diku, kështu. Edhe jo se si duket në dorë. Tashi nuk shkon me unazën time, se unazën time është në ngjyrë argjendi. Por që ja, se si duket. Tani unë këtë se kam shumë qejf në fakt se për mënyrën se si hapet. Si. Mirëmëngjes nga një tjetër ditë, ja kur takohemi sërish. Sot është ditë e diel, ne do të dalim jashtë sepse nuk e di nëse jo kam thënë, por ne po mendojmë që të ribëjmë dhomën e fëmijëve. Jo ta ribëjmë, por ta rimodelojmë, si mund të themi. Edhe se fëmijët janë në rritje, kanë preferenca të tjera, edhe kështu që në fakt kur neve kemi bërë dhomën e fëmijëve, nuk është se dinim shumë që të thuash, nuk është se merrnim vesh shumë nga fëmijët, edhe
Nuk e di, kemi pranuar gjëra, domethënë na thoshin që okay, bli këtë, bli atë, edhe neve nuk është se kemi pasur një dizajn ose një model të caktuar për dhomën e fëmijëve. Kështu që tani unë duaj që ta blej dhomën të bardhë, ashtu siç kam edhe dhomën time të gjumit, sepse mendoj që e bardha është një ngjyrë që tregon pastërti, e tregon dhomën më të madhe, tregon më shumë hapësirë, edhe kështu që kam menduar që t'ju marr të bardhë, të gjitha mobilet, domethënë. Edhe pastaj ata do blejnë gjëra dhe kuberta e këto sipas preferencave të tyre, por që këtë kemi vendosur, do shkojmë tek Bobi tani, të shikojmë për sa krevate, për dyshek, për gjëra kështu domethënë. Edhe këtë kemi në plan sot. Pastaj nuk e di, mbase shkojmë për të ngrënë diçka, kështu që hajdeni edhe juve me ne në ditën tonë. Por përpara le të tregoj pak veshin, tregova pak kur isha duke u veshur, por që ja të rëmuin që është te krevati im, sepse e dini ju si janë gjërat tani, por gjithsesi. Kam veshur këto streçet e zeza. Kam veshur gjithashtu një bluzë të zezë që është si punë bari me jak V poshtë. Këtë partesyn që e kam marrë në Shein dhe që me thënë në vërtetën materiali nuk është ashtu që doja unë, domethënë se unë doja një xhaketë për shi, domethënë që ta mbante, por kjo nuk ishte shumë e shtrenjtë edhe për çmimin që ka është e mirë, mund të themi. Po që punën e bën gjithsesi. Kam vënë këtë çantën e Michael Kors, edhe atlete do të vesh këto Adidas. Kam vënë edhe këto vëthët, që nuk e di, më duke se ja kam treguar në një Reels. I kam marrë në Target, vinë në përmasa të ndryshme. Më thënë vinë në përmas të madhe, dhe më thënë vinë në përmas mesatare dhe në përmas më të vogël. Edhe unë me thënë në vërtetën këta rathët kështu i kanë shumë qef, edhe gjithmonë i kam pasur qef bijuteritë edhe gjërat kështu. Por sidomos vëthka, do me thënë në momentin që ti i vendos i japin një tjetër pamje lukut tënd, flokëve të tua. Edhe kur në momentin që dal pa vëthka, si më duket vetë në këti. Më shikoni do të gjithë. Është super cute edhe më pëlqen shumë. Okej. Dhe t'i lëm lafi tani edhe le të nisë. Nga një ditë tjetër, sot është ditë e hënë, por unë që shikoni jam në shtëpi, sepse Alessia nuk ka qenë mirë gjatë natës, kështu është një virus që po shkon vërdall, domethënë me park, me të vjella, edhe më falni se nuk dua që t'ja shpif këtu, por po, kështu kemi kaluar, kështu kemi kaluar natën dje darkë, por që është gjyri Zotit sot është më mirë, por që e mbajta në shtëpi sepse është goxha i kputur edhe kështu. Tani, sot vajta te Greku sepse më duhet që të merja atë djatin feta. Edhe përfitova nga rasti dhe mora dhe disa snacks të tjera. Një janë këto çokoladat me Nutella, Be Ready. Janë shumë të mira, i kërkoi Alessio edhe unë ja mora. Kam mora këto çokoladat e tjera, si pun biskotash të çokolata që janë me është biskot brenda, por me çokoladë milka nga sipër. Dhe shikoni se çfarë gjeta. Mbani mend këto çokoladat kështu me banane, me shi banane brenda. Këto unë kam pasur super qef edhe i gjeta aty. Janë kështu mini të vockla, po janë super të mira. Këtë mora këto mortot me çokoladë. Gjeta edhe këtë bukën e pashkës, që unë e kam shumë qef. Nuk janë si këto që bëjnë këta amerikanet këtu, janë kjo është thjesht duke ëmbël, edhe unë kështu e kam qef. Nuk e kam kështu me shumë me cinnamon, me sheqer, apo si i bëjnë këta, e dua kështu të thjesht. Kjo ishte diku tek $18. Është shtrenjtë, por që nuk është se do e marrin për ditë. Mora edhe djathin, edhe një reçel fiku të egër, edhe të gjitha këto do me thënë shkuan diku tek $80. Kështu. Tani unë po i bëj pak drekën Alessios, sepse me thënë të drejtën nuk ka ngrënë fare, vetëm ca fruta gjatë gjithë mëngjesit, do me thënë tani është ora diku tek 1:30 drekës, edhe po i bëj ca makarona që kam mbledhin kështu barkun. Kemi kaluar shumë bukur sot të dy, mbytëm mëngjes, i bëra mëngjesin, pastaj pam pak televizor. Shkuam poshtë pastruar makinën, shkuam te Greku, lojtëm pak aty për jashta.
Edhe më thënë të vërtetën, nuk e di për juve, por prindrit kanë nevojë që të kalojnë kohë një me fëmijët e tyre. Për shembull, unë të marr ndonjëherë Alesion ose thjesht Angelon edhe të kalojmë kohë bashkë. Sepse kjo ndikon shumë mirë në marrëdhënien tonë, domethënë në connection, në mënyrën se si ne shpenzojmë kohën me njëri tjetrin, sepse kur i ke të dy është pak më ndryshe, pasi njëri qan këtej, tjetri kërkon diçka tjetër, edhe nuk di se këtë mbash më përpara. Sepse edhe fëmijët kanë domethënë nevojë që të kalojnë kohë me prindrin një me një, edhe neve kemi shumë nevojë për atë gjë, sepse krijojmë më shumë lidhje, më shumë connection me njëri tjetrin, edhe sinqerisht e kam kuptuar këtë gjë shumë kohë më përpara, por thjesht nuk e kemi mundësi që ta bëjmë domethënë edhe të kalojmë shumë kohë me fëmijët një me një domethënë. Por që do mundohem ta bëjmë më shpesh, edhe sikur për shembull Aleksi të marrë Angelon, ose unë të marr Alesion, edhe të shkojmë të bëjmë gjëra një me njëri tjetrin, domethënë të kalojmë një kohë të bukur. Që kjo do të jetë një gjë shumë e mirë.